në një anketim prestigjos ndërkombëtar për mësimdhënien dhe të nxënit mes 55 sistemeve anëqësimore në Bashkimin Evropian, mësuesit tanë kanë dalë mirë. Kjo është në radhë parë merita e tyre. Nga ana tjetër është pasqyrë e përpjekjes që kemi bërë së bashku. Edhe e mbështetjes që ne jemi përpjekur të japim mësuesve në vazhdimsi. Kryeministri Rama deklaroi se vlerësimi i kënaqshëm në Talis është në të vërtetë një tregues i motivimit që kanë profesorët dhe mësuesit në Shqipëri. Dhe gjithashtu ai tha se kjo tregon që mësuesit janë të kënaqur me profesionin, ndërsa shtoi edhe se kjo është një mënyrë që tregon se mësuesit duan zhvillimin edhe kanë besim tek formimi që nga fillestare deri në vazhdim tek zhvillimet e tjera profesionale të nxënësve dhe studentëve, por në fakt treguesit janë të ndryshëm në realitet. Ajo çfarë vjetre është se mësuesit tashmë kanë mbetur vetëm në mbi mosha 40 vjeç, duke treguar që të rinjt nuk po e zgjedhin më këtë profesion. Këto që ka përshëndet kryeministri, këto janë statistika që ne nuk kemi dhëna se si janë plotësuar, por fakti që të rinjt nuk e duan profesionin e mësuesit lënë shumë për dëshiruar vërtetësia këtyre. Mësuesia ka kaluar si degë prioritare dhe paguhet nga shteti. Si ka ndikuar kjo? A ka pasur mundësi të thithë më shumë studentë, a kanë preferuar më shumë? Absolutisht jo. Domethënë nuk ka pas ndikim dhe është për të ardhur keq që degët e mësuesisë nuk shkojnë nxënësit e mia, më të mia. Eksperti i arsimit Isa Halili e sheh si mundësi për të shpëtuar arsimin, reformimin e thellë të plotësit dhe kthimin e tij në prioritet për vendin. Kemi propozuar një pak kombëtar për arsimin me gjitha forcave politike dhe të kalojë në një prioritet kombëtar për të paktën 30 vite. Duhet urgjentisht që të rritet buxheti i arsimit. Pra, arsimi shqiptar ka nevojë për dy gjëra. Ka nevojë për një buxhet të standardit evropian, do të thotë jetë mbi 5% e GDP-s, sikur kanë vendet e Bashkimit Evropian, dhe kemi nevojë edhe për një reformë të thellë nga specialistët më të mirë. Në të vërtetë nxënësit nuk po zgjedhin më mësuesin për të studiuar. Ata po zgjedhin çdo ditë më shumë të shkojnë drejt degëve të cilat mundet t'i shfrytëzojnë si profesione edhe jashtë vendit, ndërsa pavarësisht se mësuesia sot është një degë prioritare dhe është edhe me pagesë, kjo nuk është reflektuar në përthithjen e më shumë studentëve në këto degë.